Kreu i Komisionit të Prokurimeve Publike, Jonait Myryzi, është paraqitur këtë të hënë në prokurin e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, ku është njohur zyrtarisht me komunikimet e akuzave për shkelje të barazisë në tendera, akuzë kjo që rëndon ndaj tij dhe disa anëtarëve të tjerë të komisionit. Hetimet që po kryen nga prokurori Elvin Gogaj kanë bërë të mundur ndryshimin e statusit të tyre nga persona hetim në i pandehur, duke çuar pranë drejtësisë për përgjegjësi penale. Komisioni i Prokurimeve Publike, institucioni më i lartë administrativ në fushën e prokurimeve, ka luajtur një rol kyç në trajtimin e ankesave lidhur me tenderat, koncesionet dhe marrëveshjet publike, por kohët e fundit është vënë shpesh në qendër të kritikave për vendimarrje të dyshim dhe shkelje të barazisë në procedurat e prokurimit. Denoncimet nga kompania pjesëmarrëse në tenderat publik, sidomos në projektet e rikonstruksionit dhe rrugëve, kanë shtuar dyshimet mbi veprimtarinë e këtij komisioni. Një rast i rëndësishëm është edhe denoncimi i vitit 2023 nga një kompani që konkuroi në tender për rikonstruksionin e arkivit shtetëror me vlerë rreth 2 milion euro. Në këtë rast, kompania akuzoi anëtarët e komisionit për vendimarrje të njëanshme dhe shkelje të barazisë për procedurat e tenderimit. Ky hetim vjen në një kohë kur transparenca dhe ndershmëria në prokurime publike janë bërë prioritete të rëndësishme në luftën kundër korrupsionit dhe abuzimeve me fondet publike. SPAK po monitoron me kujdes zhvillimet dhe synojnë që drejtësia të veprojë pa kompromis ndaj çdo shkeljeje që cënon parimet e konkurrencës së ndershme dhe lishmërisë në tendera. Në pritje të zhvillimit më të heshëm nga procesi gjyqësor, SPAK dhe institucionet e tjera do të vazhdojnë të angazhohen për garantimin e një sistemi prokurimesh publike të pastër dhe të drejtë për të gjitha palët pjesëmarrëse.